Xhamali dhe vajza e tij Amina ishin të pandashme. Atyre më e fortë çdo fjalë mund të shprehet ndonjëherë. Kur Xhamali ndroi jetë, Amina ishte vetëm 5 vjeç, shumë e vogël për të kuptuar thellësinë e humbjes së saj. Në varrim, ajo ju ofrua arkivolit të tij, duke dashur t'i jepte një përqafim të fundit. Dhoma ra në heshtje si ajo përkull. Krahët e saj të vegjël ishin të mbështjellë rreth tij. Pastaj ndodhi diçka për të cilën askush nuk mund të ishte përgatitur. Një moment i papritur që la çdo person në dhomë të manitur. Xhamali lindi në një familje të varfër në Etiopi, ku prindërit e tij ndërronin të shpëtonin nga cikli i varfërisë gjeneruese. Fatkeqësisht, ata ndërrojnë jetë para se të arrinin ëndrat e tyre. I vendosur të ndryshonte fatin e tij, Xhamali punoi pa pushim për të krijuar një të ardhme më të mirë. Pavarësisht punës së tij të palodhur, ëndrat e tij mbetën jashtë arritjes. Për të mbajtur familjen, ai punoi në kantier ndërtimi dhe më vonë filloi të shiste në rrugë. Ai mori dhe turne nate në fabrika për të mbështetur biznesin e tij të ushqimit. Pas turnit të natës, ai shkonte drejtë në dyqanin e tij të vogël dhe punonte pa pushim gjatë gjithë ditës, pa pushim, pa gjumë, duke shitur produktet e tij. Në një nga këto ditë në dyqan, Xhamali takoi Nian. Ajo që e goditi fillimisht e ajo ishte lëkura e saj e bukur e errët, pastaj sytë e saj magjepsës dhe buzëqeshja e gëzuar. Nia vinte çdo ditë në të njëjtën orë për të blerë injera. Kështu vazhdoi për disa javë dhe para se Xhamali ta kuptonte, ai u dashurua marrëzisht me të. Nia dhe Xhamali u bën shpejt miq të ngushtë gjatë kësaj periudhe, por Xhamali dëshironte më shumë. Ai donte Nia në jetën e tij dhe nuk priste të tregonte se si ndjej vërtet për të. Një ditë, kur parashikoi një stuhi e madhe, duke sikur fati i kishte dhënë pikërisht atë mundësi. Atë ditë, Xhamali përgatiti vetëm pak ushqim, kështu që duhet të kërkonte falje klientëve që vinin, pasi gjithçka u shit. Megjithatë, ai ruajti pjesën e Nias, duke shpresuar se ajo do të vinte. Duhet të ishte dita e tij me fat, sepse ajo erdhi vetëm pak minuta më pas. Ndërsa Xhamali shërbente ushqimin, papritur filloi të binte shi. Ai ishte në panik sepse duhet të mblidhte shpejt pajisjet e gatimit dhe të mbyllte gjithçka para se shiu të prishte. Parat ishin të pakta për të, kështu që çdo shpenzim i paplanifikuar do të ishte jashtë mundësive në atë moment. Për habin e tij, Nia ndihmoi të mblidhte. Me të dy që punonin bashk, zgjati vetëm pak minuta, por kur mbaruan, ata ishin tashmë të lagur deri në palc. Xhamali kërkoi falje vazhdimisht ndaj Nias, por ajo e hodhi poshtë me buzëqeshjen e saj të butë. Ata u strehuan në stacionin e autobusit dhe biseduan për orë të tëra ndërsa shiu rrëmonte. Ndërsa Xhamali dhe Nia bisedonin, ai nuk mundi më të mbante ndjenjat. Më në fund rrëfeu se e donte dhe donte atë në jetën e tij. Nia ndaloi për një moment, e kapluar nga emocionet. Pastaj, me një buzëqeshje të ngrohtë në fytyrë, tha: "Çfarë të zuri ka gjatë? Unë kam ndërruar për këtë moment." Me këto fjalë të shkëmbyera mes tyre, marrëdhënia tyre filloi të formsoi dhe shpejt lulëzoi në diçka të bukur. Shumë ditë Nia bashkoi me Xhamalin në rrugë për të shitur ushqim. Dashuria e tyre ishte një bukuri dhe tërhiqte klient në biznesin e tyre të vogël të ushqimit. Nia ndihmoi dhe të përhapte fjalën për talentin kulinar të Xhamalit, çka rriti më tej bazën e klientëve. Rrugët u bën hapësira e tyre përbashkët pune, ku të sheshurat përzihen me aromën e erëzave dhe ushqimeve të freskëta të gatuara. Klientët e rregullt filluan të vërenin energjinë speciale mes tyre dhe shumë vinin jo vetëm për ushqimin, por për të parë gëzimin që rrezatonte çifti i ri. Biznesi i Xhamalit mori një kthes të madh dhe për mirë kur u kontaktua për të ofruar shërbime catering për një konferencë. Kjo porosi dha Xhamalit mundësinë të shfaqte aftësitë e tij kulinare dhe të demonstronte cilësinë e shërbimeve të tij, duke çuar në më shumë porosi në të ardhmen. Fitimet shpejt erdhën dhe brenda pak muajsh Xhamali mundi të hapte dyqanin e tij të vogël. Xhamali e konsideronte Nian si hajmalinë e tij të fatit dhe dashuria e tij për të u thellua. Ndërsa biznesi i Xhamalit u rrit shpejt, marrëdhënia e tij me Nian përparoi dhe më shpejt. Ishte sikur dashnorët kishin një parandjenjë se do të kalonin vetëm pak kohë bashkë. Në vetëm 8 muaj ata u zhvendosën bashkë dhe brenda 4 muajsh u martuan. Çifti ishte i jetur të krijonte familje,
por pavarësisht përpjekjeve të tyre më të mira dhe sigurimeve mjekësore se gjithçka ishte në rregull, ata nuk mund të konceptonin. Nia ishte shqetësuar. Shumë herë ajo rrinte zgjuar gjithë natën duke qarë. Xhamali zgjohej, pshëretinte thellë dhe siguronte se një ditë do të kishin fëmijët e tyre. Ai kishte të drejtë. 2 vjet më vonë, Nia mbeti shtatëzan. Çifti ishte i gëzuar. Shtatzania e Nias shkoi pa probleme dhe në kohë çifti i lumtur mirëpriti një vajzë të cilën e quajtën Amina. Vajza ishte e bukur, kishte sy të ndërrimtar të nënës dhe vetullat e harkuara të babait. Ishte sikur foshnja kishte marrë gjithë atë kohë për të ardhur tek ata që të ishte perfekte. Pak vjet ishin të mjaftueshme që prindërit e Aminës të kuptonin se vajza e tyre ishte një gjeni. Në moshën 3 vjeçare ajo tashmë lexonte mirë dhe kishte aftësi të forta në matematikë. Amina ishte uritur për një uri dhe prindërit e saj e kënaqnin. Kjo trio ishte një ekip perfekt. Ata bënin gjithçka bashkë dhe ishin vërtet të lumtur. Xhamali kalonte orë duke i lexuar Aminës, duke ju përgjigjur pyetjeve të saj të pafundme për botën, yjet dhe gjithçka në mes. Nia i shikonte me lot gëzimi në sy. Mirënjohse për familjen që kishte ndërtuar bashkë kundër të gjitha mundësive. Pra, fatkeqësisht, ky gëzim ishte jetë shkurtër. Në ditëlindjen e 5 të Aminës ndodhi një incident i tmerrshëm. Familja po luante lojëra brenda kur Xhamali papritur ra për tokë. Si përgjigje, Amina e mbajti fort dhe vazhdoi të bërtiste. "Babi, zgjohu!" Për fat të mirë, ai rifitoi ndërgjegjen pas pak minutash. Nia ja atribuoi episodin e të fiktit stresit dhe supozoi se nuk do të përsëritej. Por vetëm një javë më vonë, Xhamali ra përsëri. Pas këtyre episodeve të frikshme të fiktit, çifti shkoi në spital që Xhamali të ekzaminohej. Atje ata zbuluan se ai po vdiste. I shkreti Xhamal. U diagnostikua me një sëmundje terminale dhe menjëherë u mbajt në vëzhgimin mjekësor. Shëndeti i Xhamalit u përkeqësua shpejt çdo ditë që kalonte. Megjithatë, Nia e mbajti këtë sekret nga Amina dhe i tha se Xhamali duhet të qëndronte në spital për disa arsye speciale. Pavarësisht mosës së saj të vogël, Amina ndjente se babai i saj ishte sëmur. Në fund të fundit, ajo shpesh shkonte me nënën për ta vizituar në spital dhe mund të dallonte se diçka nuk ishte në rregull. Amina e vogël ishte e frustruar nga përpjekjet e nënës për ta mbrojtur nga e vërteta. Xhamali donte që vajza e tij të ishte në dijeni të rëndësisë së gjendjes së tij që të mund të përgatiste për atë që do të vinte, por në gjendjen e tij të dobësuar, kishte pak që mund të bënte. Një pasdite, ndërsa Nia ushqente Xhamalin në dhomën e spitalit, Amina papritur mori duart e babait të saj dhe me një nuancë frike në zë tha: "Papa, apo vdes?" Nia shikoi vajzën e vogël me mosbesim. Xhamali megjithatë ndaloi të shpërthente ndaj fëmijës së pafajshëm dhe me lot në sy tha: "Po vogëlushja ime, papa po vdes. Papa nuk mund të jetë më me ty." Si përgjigje, Amina puthi lotët e babait, pastaj mbajti duart e tij dhe i vendosi në gjoksin e saj. "Papa, ti do jesh gjithmonë me mua, këtu, në zemrën time." Pas këtij incidenti, Nia solli Aminën të vizitonte babain çdo ditë. Me praninë e Aminës, Xhamali dukej se gjente një sens të ri jete. Megjithatë, shëndeti i tij vazhdonte të përkeqësohej shpejt, pavarësisht kësaj situate së mërthyer. Amina mbeti e fortë dhe mbajti me guxim lotët sa herë babai kishte konvulsione apo kollite gjatë. Shpejt u bë e qartë për të gjithë se Xhamalit nuk i mbeti shumë kohë. Nia nuk mund ta pranonte se burri i saj po ikte. Duke qëndruar pranë shtratit të tij në spital, ajo lutej mes lotësh, duke pyetur pse ai kishte ndaluar së luftuari dhe pse po thyej premtimet që kishte bërë një herë. Zëri i saj dridhe nga dhimbja dhe frustrimi. Kur Xhamali e tërhoqi butë afër me pak forcë që i kishte mbetur, ajo u çlirua dhe iku nga dhoma, e kapluar nga zemërimi dhe pikëllimi. Pas largimit të saj, Amina mbeti pranë babait. Ajo nuk lejoi askënd tjetër të hynte, duke zgjedhur të kalonte çdo moment të mbetur me të. Ajo mbështolli krahët e saj të vegjël rreth tij dhe bashkë qa në heshtje. Në atë përqafim të heshtur, të dy e kuptonin dhe ndalën lumturinë e tyre të fundit. Të nesërme në mëngjes, Xhamali ndorroi jetë paqësisht në gjumë. Dhoma që një ditë më parë kishte mbajtur kaq shumë frikë, tani mbante një qetësi.
Lufta e tij e gjatë kishte mbaruar dhe orët e tij të fundit ishin kaluar me dikë që e donte thellë. Kur lajmi i vdekjes së tij arriti Tenia, bota e saj u shemb. Ajo u shkatërrua nga pendimi duke ripërsëritur fjalët e saj të fundit ndaj tij pa pushim. Ajo dëshironte të kishte qëndruar, dëshironte t'i kishte thënë sa shumë e donte, dëshironte t'i kishte ofruar lam të mirën që meritonte. Zemra e saj dhimbte në mënyrë që nuk mund të shprehte me fjalë. Amina, megjithëse e pikëlluar, ndjente diçka tjetër. Koha që kishte kaluar me babain i solli një sens paqeje. Bisedat e tyre të fundit, lotët dhe afërsia i dha mbylljen që i duhej. Ajo i mbante ato momente butë, duke ditur se ishin të sajat për gjithmonë. Nia nuk ndalonte së qari, madje as në varrimin e tij. Amina ishte e trishtuar, por me sy të thatë. Pak para se arkivoli Xhamalit të ulej, Amina ndjeu një impuls të përqafonte babain e saj të dashur një herë të fundit. Ajo pyeti nënën nëse mund ta përqafonte në arkivol, dhe gruaja e re pranoi, duke parë se nuk kishte dëm në këtë akt. Të gjithë shikuan me mëshirë ndërsa Amina hyri në arkivol dhe përqafoi babain për disa minuta që dukeshin si epokë. Lotët rodhën poshtë faqeve të vajzës së vogël dhe lagën rrobat e varrimit të babait. Amina përshpëriti fjalë të ëmbla në veshin e babait dhe i dha një puthje të fundit në ballë. Pastaj ndodhi diçka mjaft shokuese. Për habin e të ftuarve, një pëllumb papritur fluturoi në varreza dhe ul në gjoksin e Xhamalit. Pëllumbi pickoi buta Aminën duke bërë që buzët e saj të shtrieshin në buzëqeshje, derisa të rriturit dridheshin nga frika dhe disa të ftuar në varrim bërtitën nga mosbesimi. Madje dhe Nia ishte shqetësuar, e pasigurt çfarë të mendonte për të. Por Amina dinte se pëllumbat përfaqësonin paqen dhe dashurinë, kështu që e mori këtë ngjarje të rrallë si mënyrën e babait për të treguar dashurinë e tij për të dhe një herë. Vite më vonë, Amina ndante histori me fëmijët dhe nipërit e saj për lidhjen e pabesueshme që kishte me babain. Ajo tregonte se si një pëllumb ul në gjoksin e babait dhe pickoi atë, një simbol i dashurisë së përjetshme mes tyre. Fëmijët dhe nipërit e Aminës gjithashtu besonin se prania e pëllumbit simbolizonte dashurinë që Amina dhe babai i saj ndalin. Dua vërtet të di mendimet tuaja për këtë histori. Pra mos hezitoni të ndani njohurit tuaja në seksionin e komenteve më poshtë. Nëse ju pëlqeu kjo video dhe e gjeni angazhuese, ju ftoj të abonoheni në kanalin ton për më shumë përmbajtje të ngjashme. Mos nguroni të ndani këtë video me miq dhe familjen tuaj për të përhapur kënaqësi. Kujdesuni mirë për veten dhe jam emocionuar të lidhem me ju në video tona të radhës.